interne, po shpresoj shumë që kjo nuk do të lejohet dhe ajo çka mund parafrazoj dhe mund të mendoj është se nëse provohet në përkëmbë shtetësia dhe në përkëmbë gjoku i dëshmorëve, Europa nuk do të bëjë asgjë tjetër përveç gabimeve që ka bërë ndër Sheku me shqiptar dhe do të krijojnë situata të papavarshme dhe ndoshta kriza të reja në Ballkan respektivisht në Evropë, sepse ne jemi një popull që kemë dëruar mjaft dhe është ardhur tashmë fundi i durimit të padrejtësive dhe shtypjeve nga ndoshta pazaret apo fuqitë të tjera për interesa të ndryshme, sepse kemë dhënë mjaft dhe nuk kemi çka japim më shumë se kaq. Unë thash më paraprakisht që na ato që kemë dhënë nuk kemë marrë asgjë nga asim që kemë dhënë. Thjesht jemi një popull që jemi të coptuar, ka vazhdojmë të qëndrojmë të coptuar prapë trojet tona dhe jemi një popull që e kemë vujt në Kurdistanin edhe dëbimin, edhe ndarjet me vllahun e me motrën, me fëmijën, me prind, dhe jemi një popull që kemë vujt me një sakrificë të madhe, me gjak, me jetën tonë, me vujtje, martëtime, dhunime, përsekutime të ndryshme nga mas njerëzore që kanë mujt me ndodhë dhe kemë dëruar deri për me prit këtë ditë, që Zoti të ka ardhur kjo ditë dhe nuk guxojmë me lejuar të mëna përsëri gjanat prapë. Qartë, tua dhe sigurisht një koment tuaj pas formimit qeverisë, sa herë kemi folur, kemi analizuar atë pauzat të krizë kaq të gjatë në Kosovë, gjithçka duket se ka përfunduar, por ka përfunduar për formimin e qeverisë, por jo për një proces që do të mbetet për të parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim ajo të presidentit. Si e komentoni gjithë procesin nga konstituimi i kuvendit, le të themi deri tek ato pak orë në dispozicion dhe të përshpejtuarat procedurës edhe për vetë zotin Kurti, pra për të ardhur dhe njëherë si kryeministër i Kosovës. Është një lajm i mirë që Kosova duket se po ecën me hapa që i kishte humbur prej një viti? Kjo, është një lajm që duhet me u gëzuar secili krijimit të institucioneve, pavarësisht zvarritjeve maratonike që kanë ndodhur. Po shpresoj shumë se partitë politike vetëm kanë mësuar nga kjo periudhë kohore, sepse nuk ka zgjidhje pengesa, nuk kanë zgjidhje e bllokimet dhe thjesht pasojat janë të mëdha dhe do ta kuptojnë më vonë se sa është numri ose sa është dami që ka shkaktuar Kosovës nga kjo zvarritje. Është e mirë se ardhur dhe ka ardhur mirë që nuk ka pas më pengesa dhe probleme, është krijuar me një kohë rekord edhe kuvendi dhe qeveria, kjo dëshmon se kur dojnë me kriju diçka munden me kriju dhe duhet me kriju, po një farforme ka mungu prakisht vullneti politik dhe ndoshta ka mungu ai interesi i përgjithshëm qytetar, ka qenë më i vogël se sa interesi i partive dhe grupeve të caktuara. Është e vërtet kjo që ju thatë, sepse ne kemi kaluar një fazë, një proces, krijimin e kuvendit, krijimin e qeverisë, po tash kemi edhe një